Ekipi Lezhani Beslidhjes ndali Sopotin, një prej rivalëve për ngjitje në kategorinë e parë, në ndeshjen e luajtur pas ditën e së shtunës në stadiumin e qytetit të Lezhës, ndaj Sopotit të Librazhdit. Takimi që përfundoi me rezultatin 1-1 u karakterizua nga dominimi i vendasve në të dyja fraksionet e lojës, por pa konkretizuar me fitore. Beslidhja nisi vrullshëm sfidën dhe kaloi në avantazh që në minutën e 5 me anë të sulmuesit Akansas, i cili çoi topin në rrjetën e kundërshtarit. Edhe pas golit, vendasit vazhduan të ushtrojnë presion dhe të kontrollojnë lojën, por pa arritur të dyfishojnë shifrat. Në minutën e 42, pas një kundërsulmi, miqt nga Librazhdi barazduan rezultatin dhe pjesa e parë u mbyll me shifrat 1-1. Në fraksionin e dytë, Beslidhja vazhdoi të diktoi ritmin, duke u afruar disa herë pranë portës së Sopotit, por fati dhe mungesa e saktësisë i mohuan golin e dytë dhe i gjithë takimi u mbyll në barazim. Patëm përballë një kundërshtar si na dishim se është kundërshtar i fortë, sepse ka shumë vite në këtë kategori dhe i cili ka synime të qarta dhe i për me arrit një kategori më lart. Por jam i kënaqur me pjesën e dytë, por jo shumë me pjesën e parë. Pas shënimit golit në minutat e para nga ne ra ritmi loje, sikur kënaqen sportistat dhe nuk ishte dy luftime, pra atë që unë kërkoj dhe kërkoj pak më tepër përqendrim dhe lojtarët të marrin sa më tepër përsipër. Gjë e cila nuk ndodhi pjesën e parë dhe erdhi edhe goli i barazimit nga skuadra kundërshtare, pra nga ritmi i ulur i skuadrës tonë. Megjithatë në pjesën e dytë e filluam pak më ndryshe, ishim maturitën. E dinim që ndeshja do ishte shumë e vështirë sepse edhe Beslidhja kërkon të marrë maksimumin, mos harrojmë dhe emrin që ka Beslidhja në futbollin shqiptar. Ata kanë pretendimet e tyre dhe unë i respektoj shumë për lojën që bën, sepse na vun disa herë në vështirësi, ashtu siç kishim edhe në momentet tona të mira. Mendoj që në tërësi si pjesë e parë morëm një gol shpejt në standarde, pasi nuk ishim shumë të vëmendshëm, skuadra më pas gjeti forcë për të reaguar, kishim mundësi edhe të tjera, që është e vërtetë. Mendoj që në pjesën e parë skuadra ruajti mjaft mirë ekuilibrat, pjesa e dytë më pas bëm një ndryshim sepse i pamundur lojtar kryesor Tanushi kishte një kontraktim. Një pikë, duke qenë se edhe Beslidhja, pra siç thash, ka lojtarë shumë cilësor, mendoj që jemi të kënaqur deri diku, por jo plotësisht, sepse kemi bërë disa gabime. Ndeshja Beslidhja Sopoti u ndoq nga afër dhe nga kryetari i Bashkisë Lezhë, Pierin Dreu, i cili ishte i pranishëm në tribunë, së bashku me presidentin e klubit, Pierin Fushaj. Edhe pse një ekip i rindërtuar së fundmi, Beslidhja ka treguar potencial dhe karakter, ndërsa drejtuesit dhe stafi teknik i kanë të qartë objektivat për këtë sezon, ngjitja në kategorinë e parë.